mërgjimtar, i detyruar apo jo, do të ndjekim së bashku historinë e tij sa i përket mërgjimit dhe kthimit të tij në Kosovë. Zotë Enver, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, edhe për shikuesit tuaj, shikim të këndshëm. Shumë kënaqësi me të pasur në studio, edhe zakonisht shikuesit jo vetëm të 410, po gjithë shikuesit në përgjithësi të medjave, ju pëlqejnë këto histori të mërgjimtarëve, të cilët në një farë mënyrë të detyruar apo jo kanë shkuar, por gjithsesi ka vendosur prapë se prapë të kthehen në Kosovë. Na nis nga fillimi, nga dalja jote e parë nga Kosova, më pas po kthehemi edhe tek ajo e dyta, se me sa kuptova ke eksperjenca të dyfishta në këtë rast të lënies vetit. Na kena kry shkollën në qytet Sarikës, pastaj kena dalë si tri keq me pa Evropën që ka është atje. Dëshira nuk ka qenë e familjarëve, se kishin frikë që na këtë shkojmë tri atje edhe do të kem paret më dhaja në përdore edhe do të bëmi si shumë në ashtë atjerë që... Sa vjeç ke qenë kur ke lënë Kosovën? Unë kam qenë dikon 18 vjetë. 18 vjetë. 18 vjetë kam qenë. Me njerë pas përfundimit të shkollës mesme, po besoj. Kam shku atje, kam shku si sezonjer, edhe i na konë me një firmë kështu që kem punu të thotë fillimi gjonat ndryshme, pastaj tu e gjetë vetën si kejt njerës tu e mësu gjohën, tu e ditë vendet, kena ndruk, do të thotë, kena shku në sektorin që na jena ndima mirë, kena punu atje për 10 vite rresht, edhe ka qenë që shme thonë që një përvoj e kom fitu atje të respektit punës, se atje respektohet puna, nuk o qëllë këtu nuk respektohet, pa atje janë pak ma strikt gjonat, dhe jem njoft me njerëz të Evropës, jem njoft me kultura tjera, me njerëz tjerë, edhe kom su shumë prej asaj përvojës punës atje, edhe një mirë që e kom përfitu edhe të qymë na një shkolla, apo një zanot mirë që e kom prun venin tem këto. E vërtet, shumë e vërtet, shumë e vërtet. Në fillim harova të e përmend që ju vini nga Mushtishti... Po, komuna Sarikës, fshatit Mushtisht. Punojmë na me hortikulturë, me lule, si që ceka. Për pos që ka artistat mirë, ka dhe lulishtet mirë. Pa tjetër. Ka dhe bukurit mira natyrore dhe njerëz të mirë. Flitet shumë për Mushtishtin, fjalë të mira gjithmonë. Po thashe ceka, ka artistat mirë, punojnë, ka biznismen të mirë, të suksesshëm, është një fshat i cili nuk ka probleme. Vetëm emnin komun që se ka se gjitha i ka. Po, se gjitha i ka, shumë e vërtet. Si e mban men Mushtishtin në atë kohë, për para se ta leje dhe t'ikje për mërgjim? Po Mushtishtin atë kohë si trit pak situatat e luftës që ofrojke dhe të lufta, nuk ishin shumë të mira, se të shojsh në televizor në të gjosh, do me thonë gjithë u vra, u bo, kështu nuk ish keni ndjenje mirë, po si gjdo tri, kena pas dëshirë dhe na me shku jashtë pak me pa vetën për një ardhme ma të mirë, po edhe në Kosovë ka ardhme të mirë, ata që dojnë me punu, edhe me zhvillu gjdo biznes që ata e donë. Punën që e donë kur nuk është të lallshme, asë mërzitshme, asë bezdishme. Shumë e vërtet. Dhe përmendet që keni punuar diku të 10 vite, dhe jeni e kthyer në Kosovë. Po, na kur kem shku të regova si sezonjer, kem shku, i kem pas 4 muj, 6 muj, dikur 9 muj ato kontratat që kishim atje, po një 3 vite i kam pas që tojmë në ndëzezen, pa dokumenta, kështu si turist, në atë ko, u lejoj keme shku 4 muj me nejtë si student, edhe tani nuk mujtu me fitu atë vizën B që e kërkojshin ata i lypshin 8 vite me qëndru atje. Unë 7 kisha me dokumenta, po 3 kisha pa kontrata pune atje, edhe nuk i mirëshin ato vizat turistike, vizitat nuk i numrojshin një familja, nuk i logaritëshin, po. Edhe pastaj lufta kur u bon, isha pranë familjes këtu se na këthynë atëherë. A ju këthyën, do të thotë jetë detyruar të alesh? Po, na jena detyru me u këthy, ku kanë qenë dikun statusi, si kur na që kem pas 7 vite, kanë qenë 10.000 mërgjimtarë. Që janë këtyre? Cilë shteti ka marrë, shteti Zvicran ka marrë do të thotë vendim që mës me bo preashtime se njonit t'i bojmë njonit region apo dikuj, kështu kanë vendos gjithë mi këthy edhe kejt jena këthy në atë ko 10.000 mërgjimtar
me qatë status njëjtë. U mërzita? Me të drejtën po se u adaptova atje me jetën, punën, nisa me badhe, edhe shoqëri, edhe përvoja, edhe ato, po... Edhe 10 vite janë shumë. Është një dekadë, normalisht që vitet më të mira të trimisi kena kalu atje, po disa përvoja më kanë pëlqy atje, disa gjona janë masi, po tash edhe këtu jem të shku qatë sistem. Gradualisht besoj që edhe këtu të na do të rregullohen gjona, dikun ma herët, dikun ma vonë, po do t'jetë e mirë. Unë jam gjithë pozitiv për gjona të mira. Dhe përmende që gjatë luftës ke qenë në Kosovë? Apo jo? Po. Ma trego tani historinë e luftës për të. Po lufta në Kosovë si krejt që ka me tregu, thash. Gjdo kun kini, lufta në Drenicë, lufta në për qytetet tjera, një jetë shumë monotone, një jetë shumë pak me shtres, me presion, jo e knaqshme. Se serë ullëshë para televizorit, pashe u vranë, ishin këto gjona, po erë koha edhe neve nga dëbunë si këtë shqiptarët për Shqipëri, atëherë në kisha 2 prindit, kisha edhe nusën, edhe vajzën 10 mujsh, që u detyru me marrë rrugën për me shku për Shqipëri, ku vajza ime Anita, ditëlindjen e pare ka festu në Shqipëri. Pastaj, atje gjetëm një banes, u sistemum pak, edhe kënena veç ekonomia, morëm vesh që është djegë rënu shpia, të gjonat si gjdo familje që i ka pas këto, po falë Zotit njerës kalu mirë, nuk patëm më nëjtë familjes, miqësije në këto në rreth nga ka prek, po në familje tonë nuk kena pas. Edhe vendosa prap me shku se u deshke me mu interesu për familjen, mi u kryu kushte, me qenë se ndimojshin shtetet ka pak, po sa ishin nevojat nuk mjaftojshin. Nuk mjaftojke, po. Atër kishte marrë vesh pronari ku kum punu atje, kishte thonë që nëse mundet me dalë në Zvicër, une do të mboj këta edhe pa dokumenta, vetëm t'ja mundësoj pak qinet ngritët për hirë të respekti që e kum pas punëtor disa vite. Dhe ka qenë shqiptar apo zvicran? Jo, ka qenë zvicran. Po, jem konë prisi kum shku kum punu në qatë kompani, edhe kena respektu punën, edhe ka pas respektaj për punëtorin, edhe e falenderoj shumë që një kultur të punës se kena marrë prej ati, edhe falë Zotit tash jena mundu me për këtu në Kosovë, edhe po shpresoj që të shkoj mirë, deri këtu mirë ka shku, po e mira s'ka ku fikur. E vërtet, shumë e vërtet. Dhe kur u këthyët prapë në Zvicër? Kur u këthym prej Zvicrës... Jo, në fakt, gjatë luftës keni shkuar prapë në Zvicër, apo jo? Po, i kom lënë familjen, 2 prind, shoqen edhe vajzën, me disa kusheri që ishim atje, me dika në deshke milion bashkë, se ishin me një shtet tjetër. Pa tjetër. Të pa njoftë edhe unë gjitha si shumë njerëz një lidhje për me shku atje, edhe kur isha atje... Si shkove? Më interesën si dole? Se po besoj në këtë gjurën e popullit në dzezën, a? Si dola, si ketë njerëzit qysh kanë dollë, qysh kanë mujtë, me do grupet që i qitshin ata, edhe në për male, edhe në për fusha, edhe në për me sakrifica, da me thanë. Po si kanë qenë? Normal me pages ishin ato që njerëzit, po nevojat nga kanë detyru. Sa ke pagu për me dalë në Zvicër herën e dytë? Pa këtu në ashtar nuk e disa. Për afërsisht? Pa se disa me thonë të ashti. Ki pagu do të thotë me dalë dhe në Itali, ki pas një pjesë, prej atyt, ki pas tani për me dalë në Zvicër, ki pas tjetër në pjesë, do me thonë jenë konë. Sepse kjo është një sakrificë që shumë shqiptare kanë bë, pra ndaj po e bëj pikërisht këtë. Po, unë e kom desh ma mirë me shku kështu, se ku shkojshin ma ato gomonet, e kom pas pak bezdi, se gjdo her nishe... Rreziku më i madh. Rreziku më i madh, ishke kështu, nëse të ndalë dikush, jenë tokë të shkel, kështu në ujë, nuk më ka pëlqy aja rreziku, se krejt jena për me punu, po jetën me dhanë nuk është kërkush. Po, e vërtet. Cila ka qenë sfida ma e madhe gjatë kësaj procedure për të shkuar deri në Zvicër? Je ndjen ndonjëherë i rrezikuar? Kjo i bjan ilegalisht. Normal që ti e rrezikum se ishe që shme thonë me një traumë të luftës, ishe me një ekonomi të rënune, ti tash u deshke, ti pagusha të shpenzimet e rrugës, po si kur ta disha që do të dalë mirë e do të kaloj mirë, ato thonë njerëzit që parja është për një ditë zesë, me u gjetë.
Po falë Zotit, dullëm edhe e lajmërum atë pronarin që kena mëri, a i në dha një sugjerim se si mu gjindë atje për shkak të paktën me pas drejtën ti me nejtë. Po. Me nejtë. Na të regoj disa rrugë edhe na indjekum ato rrugë edhe na ra mas mirë ti. U lajmërum pas tajnë që të kohën e mas luftës, u lajmërum atje si refugjat luftës. Po. Edhe ata duke pa në kompjuter shteti Zvicran që gjitha jem konë në qatë kanton, a im qoj kejt me një kanton të kundër, që unë mës kem qasje se kënej kisha dhe familjar tjerë. Po. Po gjuhën italiane, disha me komuniku në ashta, jo shumë mirë, po komunikim, po edhe mu gjindë atje, kur shkova atje, anën e Tesines, ka pjesa italiane më qytën atje, s'kisha as një familjar atje, po njeri adaptohet edhe me ata shok i bon si familjar aty ku jeton. Pastaj ata vrejten që unë komunikoj italisht, edhe ai personi që ishte kujdestar për atë shpinë e refugjatëve aty, më ta ti munësh na duesh neve me na ndihmu pak në përkthim, se vishin njerëz ko pas kohe, edhe nuk kuptojshin u desh këtë dikush me përkthy aty një. E unë kom përkthy një ko aty, edhe ata kriju një respekt, thash nëse ma mundësoni mu, me shku në pak në familjen tem, se nuk musha me thonë që dhe të shkoj me njerë me punu, se ata kishin kriter, refugjati luftës me nejt aty ku o veni, mi ba ato kontrolat me qenë, tash kam nevoj pak për pushim edhe ma mundësun ata, tanë ti mundesh më lajmeru vetëm, kur ki post dishka, thirë në telefon, edhe rri, 2 javë, 3 javë, nuk po shumë diçka, prej te në i nejt keqe, edhe ajo firma tani morë me punu, unë punojsha 2 javë, shkojsha u lajmërojsha prap, punojsha për 2 javë, kështu që ajo firma më kanë ndihmu shumë. Të gjitha paret i kun pas kesh të marrë nëse nuk ka pas drejt për mes logarive me lëshu se ka qenë një pun pak, edhe shefi ka marrë rrezikshmëri une, për ato e falenderoj shumë. I bëhen kontaktet akoma? Uno? Kontaktet. Kontakte kem, po kontakte kem, do të thotë ku të shkojnë familjarë të ndejnë, ndështë ata e pëlqej një rakit rushi që kem na, edhe gjithë i qoj si për respekt ka një litër me falenderu kështu. Edhe aj, çdo herë ka pas dëshirë me arë në Kosovë, po biznesi, punt, po kontaktet janë shumë të mira, edhe besoj që çdo herë kanë me qenë nivel. Çfarë ndodhi që u ktheve prapë në Kosovë? Po kur na u kthym se Zvicra vendosi pas përfundimit luftës, vendosi refugjat e luftës me i kthy pos ata që kanë dështë një të kalume, apo janë të rrezikun si qytetar me u kthy, ajo nuk, pa ju kriju kushte, ose pa komuniku me ambasadat, nuk mu i kemi kthy, për ndryshe na nuk kena pas këtu në i të kalume që jena konë të rrezikun pos refugjat luftës. Edhe tha kush kthejet vullnetar, tha na do t'i japëm një vlerë 3.000 marka, edhe 2.400 marka tha dhe t'i japëm dishka ishte qelë këtu në Prishtinë një placë ndërtimor, t'i japëm material ndërtimor sa do pak t'ja zbusëm fillimin krizën. Po. Dhe në këtë rast shumica shtëpive kanë qenë të rënuara. E nisha vetin që ka me u kthy, po të kthejna me dëshirë edhe të lani një histori të mirë atje, që mës të shkojna dhunshëm me u kthy, se kur të kalon ajo që Kosova vetë që pake që është mas stabil, atëherë ata ishin detyru me i kthy refugjat në për venet e veta ku jetojnë. U ktheva në këto qatë ndihma dhanë, falemderit prej organizatës zvicrane, edhe do të holla që kisha kursy atje që kena punu. Tani, deshtu me regullu pak, me jetu shpinë aty ku duhet banim. Pas një 2 muaj për drejtat njeriut, ka ardhur një Ruth Metzler, ajo ishte nga Berni, ma ardhur me vizitu refugjat që janë kthy, çfarë jetë kanë tashti, çfarë kushte janë në Kosovë. Ndërkejt ata kishte zgjell vetëm 3 veta me i vizitu në Kosovë. Fati madh ka qenë te unë një që ka shpreh dëshiren, atëherë ishte në përcjelljet të forcave të KFOR-it, se ajo ishte një personalitet i lartë, dhe ajo vendoske për refugjat
kur me u kthy edhe në çfarë faza me u kthy. Edhe erdha ja na vizitoj atje, edhe po kushtet se si i kemi, pyti se si po kalojmë. A i keni marrë ato ndihma që jenë folë atje. Une, çfarë mendimi, tha, keni ju tash që i një kthy, thash unë kisha thonë që refugjatëve edhe pak me dhonë mundësi, që ata pak në ta marrin veten se shtëpiat, ekonomia, nxerra dhe njerëz i ktheni, po ndihmat që i ofroni nuk mjaftojnë për njerëz familjar se kanë prind, kanë fëmijë, kanë obligime. Nuk mjafton ajo ndihma, sado që e jepni ju, po nuk mjafton. Edhe ajo e morë shumë që seriozisht, edhe falë Zotit, tani edhe 6 muaj refugjat tjerë ju kanë vazhdu ato, nuk i kanë kthy me dhonë, dikush ka mujt me punu, dikush e ka gjetë vetën ndryshe, po ka qenë një diçka pozitive që ajo intervista që e kena bën. E morët vetën pas kthimit. Po pas taj këqyrja, jo. Sfida, po gjithsesi. Po kur u kthym, atëherë desh çka thash me rregullu pak shtëpinë. Unë isha merak atë profesionin e luleve. Shtëpia ndoshta ishte shumë e rënume. Unë kopshtin kisha dëshirë të kem pemë, kem lule pak. Edhe ko pas kohë, e pam veten që puna jonë është vetëm ajo. Të thotë, kena lindë ndoshta, edhe vetë Zoti natyra i lindë njerëz për profesionin e vetë, se ndoshta jena mundu me punu edhe punë tjera, po sukses nuk kena pas, se nuk na ka ecë ashtu. Edhe kena vendos me shoqën cilën e falenderoj shumë këtu. Ajo ka qenë krahu i djathtë dhe ka thënë, çka do që vendosësh ti, unë kam të përkrah. Ha do të hecë për para biznesit, do të fitojmë bashk, apo do të hupim bashk, do të jena bashk deri. Edhe fillum gradualisht, mi thonë dikuj që një biznes e kena fillu, atëherë kishmi 300-400 marka, i kishmi pare që mu ishmi me nda. Prindi e kishke një rrezikshmëri që atëherë koha nuk ishke e luleve, të kopshteve, thëjke, ka njerëz prioritetet tjera, me bo eksistencen, me bo shpin, me bo gjona tjera. Po na fillum gradualisht ka pak ato lule të rrëqin, ato drujt të rrëqin, u rrit ke vlera edhe e bimve atë. Edhe falë Zotit me një serë të vogël të improvizune që nuk mu ishmi mi bo ma shumë se 3.000 lule. Ashtu qysh mu ishmi me bo sa ma thjesht, sa ma primitiv, se s'kish ke kushtë, për i shtetit nuk ishmi asni përkrahje në atë kohë. Pastaj fillum gradualisht të zhvillu të dollë në për treg të i shit ato lullet ka pak, në qytetin e Prizrenit, se ata janë njës të mirë të luleve. Edhe fillum me bo një simpatit punës dhe njerëz një besim të e fitu, të bledi kur fillum edhe me bo një rregullimet kopshteve, pastaj edhe qytetet me rregullu, në dha një mundësi kryetari komunës Suarekës, Zoti Balima Arrejmi, që e falenderojmë, në dha një mundësi, edhe në tha nëse nuk e kryni për kaq kohë, mos keni që ka lajmëroj me kërku punë, dhe të thot me aj ishte shumë principal që na punën me bo punë. Dhe ju vetë se e keni pasi këtë përvoj? Pa i kishte po kopshtin edhe e ditke që e domë si pasion e kem, po tash nuk e ditke fuqin sa e kem nase. Ta bash një obor familjar, ka punë ma pak, po ta bash një qytet, ishke dishka ma madhështore. Pastaj edhe na u mobilizum shumë, edhe u gëzum shumë se kishe me marrë edhe të ardhuna pak ma mirë për me zhvillu biznesin ma shumë. Edhe tha, janë të shkutha për një maj gjitha punës të komunës të shkojnë në Shqipëri një vizit kejtë grupisht, ta kur të kthejnë, unë e tha, du me pa që ata më falenderu, qyteti është me lule, edhe na kena punu me oraret pacaktume, vetëm të arritëm ata, edhe kure kena krye, kena njoftu, kryetar mundesh me arë me vizitu, pa ati kishin qatë shumë foto, mesazhe qytetarë. Pas ka qenë informuar para prakisht, po. Që qysh po bëhet qyteti, edhe prej asaj kohë Suareka thot është qyteti luleve. Edhe jam shumë i kënaqur që kam arrit të thot i pari me fut lule, të thot lule të gjalla në qytet me një kapacitet pak më të madh dhe mu duk qyteti i bukur.
Një histori shumë e bukur, normalisht me sfida, sepse ato janë sfida në për cilat keni kalu, po gjithsesi histori suksesin do ta cilësoja unë, pa marrë parasysh këtyre sfidave, duke marrë gjithmonë parasysh që juve se jeni kthyer dhe keni triumfu në vendin tënd të lindjes. Po, unë muj me qujtë që tash ndoshta me shku në për Evropë, në për Zvicër, kam qef me shetit, po për me punu, mo nuk i marrë lakmi, dikuj se edhe këto, po pa të vullnet, je i përkushtun, punon korrekt, do thot njerëz edhe miqë çdo herë të ofrojnë ty, të ofrojnë mundësi për bashkëpunim, për me rrit biznesin. Të shtu du me theksu që edhe pas një kohë, erdhë fati mirë për qytetin tonë, Oda Austriake, ka qenë për 4 vite në qytetin e Suarikës, që ka desh me ndihmu fermert. Po ka këqyra jo projektet edhe njerëz të caktum që dënë me punu, jo vetëm të shkon granti, të shkon dikun ku ndoshta nuk punuat aq sa duhet. Nuk ka produktivitet. Edhe kur e kom bo projekti ka qenë dikun me 400 metra katror, katërari ta qymë një serë, edhe ka qenë pak jo bindë se shumë për ata se ku punëson kë njerëz ose që ka banë me 400 metra katror, kështu si projekt e ka kalu fazën e parë, të thotë kështu me shkrim. Pastaj kanë lyp ata me arë në vend gjarjes me pa realitetin që ky biznes që ka shenu, a është deri diku reale kjo. Me atë që është parasysh. Ata kanë mendu një dikush të bën një projekt edhe ti s'ki një uri për ato, veç po donë me shfryzu një grant. Kur kanë ardhë ata ka qenë një si përfaqe jo e madhe, po qaq pastër, qaq të rënditne, edhe ata që ishin me vlerësu projektin, ata shënojshin atë letër, pytjet që mi bëjshin, po nuk e disha unë qka po vlerësojnë, qfar pytje ata. Qfar nota po t'japin, Po, qka po japin ata, pastaj këqyren atje, edhe na si kej tradita ka një kafe mi u bo kështu, thash për respekt ka një kafe, u ullen, tha na shumë ty të vlerësojmë se i vetëmi ti na ki dal me uniform të punës, se ku po shkojmë dikun për shohëm dështë kushtet pak ma të mira, e po kërkon donacioni do të me ardhë pikrish si kur që jeni ju. Tha prej neve, tha e ki kalu, po tash duhet ishke edhe në meralt, ishke prezentimi tash para donatorve ti mi bindë dhe gojarisht se ti qysh kime funksionu si biznes, se e meriton ishke kriter me punësu edhe njerës tjerë. Jo ta është i veç të punësojsh një njeri edhe ose të zhdu këtaj biznes për një vit. E ka prezentu atje edhe ka marrë shumë lavdata edhe aty ma kanë bëurime që projekti e kim mbrojt me shumë sinceritet, me shumë detale, edhe na dona me të adhonë, kështu që me testu tyje që a do t'jesh ashtu si e ki prezentu, falë Zotit, kena punu, kena qenë 4 vite në mbikëqyrje të asaj organizatës që ishte, kena pas me dhënë raport gjdo muj, qka kena prodhu, qka kena shit, qfar problemet të kanë lejmru, po falë Zotit, na me ato 4 ariser, kena dal me prodhim ma heret, edhe falë Zotit, qka kena punu na, kena bo atë serën ma moderne, edhe kena arrit sot deri 100.000 lule mi kultivu. 100.000? 100.000 lule, diku 20 lojet luleve kultivojmë, edhe knaqëm kur isha në për qytete, në për obore, edhe kur dalë me shëtit me familje, knaqëm që dështa krejt që kë njeri lulev, do me thonë, më japin motiv ma shumë. Një histori shumë e bukur dhe faleminderit shumë që ndajte me ne dhe për shikuesit gjithashtu, pra po e përsëris që është një histori e suksesi. Nga gjitha ato sfidat në për cilat keni kalu, ju tashmë keni triumfu në Kosovën tonë të lirë dhe po vazhdon të lullzoj biznesi ashtu si që lullzojnë edhe lullet. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi që ju po ata në studio. Krejt për fund një mesazh të shkurt. Po një mesazh kisha me thonë që çdo kush që ka pak ide, ka tokë, ka që mundet se... Duhet vullnet për punë. Vullnet për punë, po, është mirë të filloj, biznesi normal ka sfida, po ka dhe sukseset e veta. Unë i thëmë çdo kujaj që ka dëshirë me hapë, shlirë le të roket në derën time, unë do të japë ndihmë për krahje morale, do të japë këshilla, do të japë gjitha ato që di,
do t'ja transmetoj edhe dikuj tjetër që dikush le tjetë i suksesshëm edhe le të vazhdoj rrugtimin e tij. Shumë faleminderit për gjitha këto që ndajtet me ne, Enver. Ishte shumë kënaqësi për t'ju intervistuar dhe po besoj që shikuesit sadopak kanë pas mundësi të ndjehen të motivuar nga historia jote. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Faleminderit. Miqtë e mi dashur, kaq kishim sa i përket këtij